Mirë mbrëma dhe përshëndetje miq dhe të gjithëve atyre që na ndjekin. Mirë se keni ardhur në këtë foltore të kryetarit Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishën, me të rinjtë e Partisë Demokratike, me forumin rinor. Selia nuk ka qenë më e bukur se sa kaq në gjithë këtë kohë, në prag të protestës madhështore të 24 janarit nesër. Ne kemi organizuar edhe këtë foltore me ju, ku edhe ju do të dëgjoni fjalën e kryetarit Partisë Demokratike, po do keni edhe hapësirën tuaj për pyetje, diskutime dhe sugjerime tuaja. Më lejoni që të prezantoj edhe panelin. Kemi kryetarin e forumit të rinor, Besar Xhaferi. Dhe bashkë me ne dhe sekretarin e përgjithshëm të forumit rinor, zotin Fation Bathorja. Përshëndetje. Ftoj në podium për fjalën e hapjes kryetarin e forumit rinor, Besar Xhaferin. Mirëmbrëma miq të dashur. Mirëmbrëma kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Së pari, më lejoni t'ju falenderoj nga zemra për pranimin këtu dhe për sakrificën e gjatë në angazhimin tuaj politik në forumin rinor të Partisë Demokratike, në një dekadë, në më shumë se një dekadë, kur të gjitha forumet rinore në vend janë shkrirë me angazhim qeverie, si askund tjetër në Evropë. Kjo për shkak të projektit O Gurzit e Edi Ramës për të larguar të rinjt nga Shqipëria me manualin e Ramiz Alis. Si në asnjë vend tjetër në botë, të rinjt, shtresa që janë e ardhmja një kombi, janë goditur me agjend nga kjo qeveri, e cila promovon të rinj të lidhur me krimin, sepse trëmbet nga djem e vajza si ju që jeni në këtë sallë, dhe ata që janë pjesë e strukturës sonë, të kalitur në protesta dhe gjyqe kundër hajdutëve dhe servilëve të kësaj qeverie. Për të kuptuar armiqsinë e Edi Ramës ndaj të rinjve, nuk mjaftojnë fjalët, por duhen edhe shifrat. Nga viti 2013 deri në vitin 2025, Shqipëria ka humbur rreth 270.000 të rinj në shkolla dhe auditore universitare për shkak të eksodit biblik të shqiptarëve. Popullit që sot, sipas të dhënave të indeksit të Numbeos për cilësinë e jetesës, janë kombi me fuqinë blerëse më të ulët në Evropë, në një kohë që qeveritarët notojnë në luksin e krijuar përmes zhvatjes. Në këtë regjim janë 295 shkolla të mbyllura dhe ky është një gjenocid ndaj arsimit. Pasi Shqipëria ka humbur nxënës nga shkollat më shumë se gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të marra së bashku. Secili prej nesh në këtë sallë ka një familjar, shokun e klasës, mikun e fëmijërisë, kushuririn apo edhe komshiun në emigrim. Dhe ky realitet duhet të na trondit, pasi ne dim shumë mirë se prindrit e tyre kanë marrë para borxh në mikrokredi për të paguar udhëtimet me gomone, në një kohë që Edi Rama shkonte në Londër me charterin e tij personal. Unë jam i sigurt se Edi Rama i njeh personalisht të gjithë personazhet e TikTokut dhe u servir si shembull ministrave të tij si sukses në raport me interaktivitetin, por ky hipokrit që mbylli TikTokun për qëllime elektorale, me shkakun e vrasjes së Martin Canit, ende nuk ka dënjuar t'i shkruaj një mesazh ngushëllimi familjes së tij, që u vra me thik në zemër në derën e shkollës në zemër të Tiranës. Ky shkollpak që na flet për klasat inteligjente dhe oficerët e sigurisë, nuk ka thënë gjysmë fjale për gjimnazistët që po na vriten e po na gjymtohen me hanxhar në dyert e shkollave. Ky njeri vetshpallur kryeshkëndëtar i standardit Skënder Gjinushi e urren dijen, ndaj financimin për arsimin e ka lënë në kufirin e 2.5% të prodhimit brendshëm bruto, më të ulti në Evropë dhe nën qeverisjen e tij testet e PISA-s për arsimin na rendisin krah Palestinës dhe Sirisë, të cilat janë në luftë. Është Edi Rama që pasi studentët pushtuan rrugët e vendit në vitin 2018 dhe shumë prej atyre janë sot edhe këtu në sallë, u përgjëroi dhe ju ulej në gjunjë për negociata dhe ju premtoi se financimi për arsimin do ishte 5% prodhimit brendshëm bruto dhe ju mashtroi se edhe sot pas 8 vitesh nuk e ka mbajtur atë premtim, se ky njeri e urren rinin shqiptare dhe i trembet, se e di fatin që rinia i rezervoi etërve të tij. Janë dy zhvillime aktuale që lidhen me të rinjt shqiptar, të cilët me 24 janar meritojnë një përgjigje dinjitoze si ajo që prindrit tanë u dhanë etërve shpirtëror të Edi Ramës në vitin 90. Ky njeriu zotua se 32.000 studentët e Universitetit të Tiranës do t'i heqë nga qyteti studentit.
aty ku mori jetë pluralizmi në Shqipëri, dhe do t'i degdis të kapanonet e karteleve të drogës në periferi të Durrësit që ata të vinë në Tiranë me tren. Të jeti sigurt se përgjigjen e studentëve të Tiranës do ta marrë si në vitin 2018 dhe ashtu si në vitin 19. Dhe ta di mirë se të rinjtë e Tiranës dhe të Shqipërisë ja din adresën e shtëpisë. Ky njeri që s'ka bërë as shkollë të lartë dhe që ka dhënë 17 milion euro për 32 studentët e Kolegjit Mogherinit, i ka ekspozuar studentët e Universitetit të Tiranës përballë qerave të shtrenjta, sepse kërkon të pastroj para në ndërtim. Familjet tuaja në rrethe sakrifikojnë gjithçka për shkollimin tuaj. Dhe ju, me djersën e prindërve tuaj, keni paguar qera të larta në Tiranë nga 600 e deri në 1000 euro në banesat pranë fakulteteve. Sepse Edi Rama kërkon të pastrojë në ndërtim paratë e korrupsionit dhe të drogës dhe studentët nuk do t'ja falin këtë. Zotohemi para jush se studentët e Universitetit të Tiranës nuk do të lëvizin nga Tirana. Dhe për studentët e Universitetit të Durrësit, që ky i ka lënë për 21 vitesh në mëshirë të qerave, zotohem se do të lobojë që ndërtohet kampusi sa më parë qytetit dhe me standardet ndërkombëtare. Një tjetër aspekt që do të përmend këtu lidhet me strehimin e çifteve të reja. Një fenomen që 5 vitet e fundit është kthyer në krizë në Shqipëri, për shkak se Edi Rama po përdor firmën e tij që krimi dhe kartelet përsëri të pastrojnë para në ndërtim. Kjo ka bërë që çmimet për shtëpinë e parë të rriten në mënyrë të frikshme dhe të krahasohen me Parisin dhe Londrën, kur pagat janë në standardin e Sirisë së Asadit. Është normale që një njeri shqiptar të paguajë 84 vite kredi për të blerë një shtëpi. Është normale që një çift i ri që zgjedh të jetojë në Shqipëri të detyrohet të jetojë përgjatë gjithë jetës me qera, jo dhe jo. Dhe këtë realitet ne do ta ndryshojmë me çdo çmim. Strehimi i çifteve të reja është një problem që ka prekur edhe Amerikën. Ndaj presidenti Donald Trump në samitin e Davosit u zotua se do ndërhyjë në treg duke fajsuar korporatat. Ne për këtë panoramë të trisht duhet fajsojmë vetëm një njeri, Edi Ramën. Njeriun që jep leje ndërtimi për krye organizatash kriminale që kanë vrarë njerëz me hanxar dhe kanë trafikuar tonelata kokaine nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian. Në vetëm 4 muaj, Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës plot 18 herë ka paralajmëruar Edi Ramën për pastrimin e parave të drogës, një fenomen që po mban në sirtar ëndrrën tuaj për shtëpinë e parë. Ndaj sot ju ftoj që në 24 janar, ju të rinj të dilni në shesh për shtëpinë që meritoni ta keni dhe duhet ta keni. Por mjafton të bëni vetëm një gjë. Ti tregoni Edi Ramës se në këtë vend Zot janë të rinjt dhe shqiptarët. Një gjë duhet ta dini. Kjo botë i përket guximtarëve dhe atyre që për lirinë janë të aftë të sakrifikojnë gjithçka. Dhe atë që është detyra jonë, ne nuk do presim ta bëj askush tjetër. Këto pak orë që na kanë mbetur, kërkoj të jepni maksimumin tuaj dhe vetëm një gjë ju a them me zemër. Ora jon ka ardhur, ora jon ka ardhur. Faleminderit dhe fitore. Fjalën e tij, kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Së pari, një përshëndetje shumë përzemërt ju, të rive të rejave, bashkëmoshatarëve tuaj, të forumit rinor, miqve, shoqeve, shokëve që keni në shkollë, jashtë shkolle, kudo që jeni. Takimi me të rit është natyrisht takimi më cilësor, takimi më i rëndësishëm. Edhe ky takim sot për mua është takimi më i rëndësishëm, sepse takohemi bashkë vërtet në një moment jashtëzakonisht kritik për vendin. Takohemi në një moment kur diktatura autokratike, e cila është një diktaturë që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin me të gjitha mjetet. Në dallim nga ajo diktatura që ju nuk keni jetuar dhe s'do ta jetoni kurrë,
diktatura totalitare në cilën pluralizmi ndalohej me kushtetutë. Por sot ne ndodhemi në qeverisjen e një personi i cili për hir të vërtetës ndan me etrit e tij biologjik, psikologjinë më mjerane, psikologjinë më të keqe të njeriut. Psikologjinë ndan me etrit e tij biologjik armiqsinë e egër me kundërshtarin dhe përdorimin e çdo mjeti kundër tij, faktikisht kundër pluralizmit. Sot, në qoftë se i ati i tij në atë diktaturën totalitare në cilën kushtetuta e ndalonte disensin dhe mendimin ndryshe, firmoste varjen në litar të kundërshtarëve politikë sepse thurnin vargje për lirinë apo për Kosovën apo për të drejtat e njeriut, sot bastardi i tyre, pasardhësi i tyre me emër Edi Rama, burgos në vit elektoral, kryetarët e partive politike në mënyrë që të marrë me çdo kusht mandatin. Sot, në këtë diktaturë, një lloj si të parën, të gjitha pushtetet përqendrohen në një dorë. Përqendrohen në një dorë. Dhe ju e pat, ju ftoj mos harroni kur ditën e djeshme. Një ditë ju garantoj unë e pashemullt në historinë e një shteti. Ku ditë në cilin kreu i shtetit, kryeministri, kryetari i parlamentit përballeshin me një prokuror që bënte ligjin, që donte ligjin, zbatoi ligjin. Nuk kisha pas skena në trondicë të them dhe e kam pa dhe një patske. Ditë më të turpshme në historinë e ligjit të botës dhe të kushtetutës botë nuk ka. Kur një prokuror në emër të ligjit ka vendosur të thrasë para ligjit në hetusi, ta pezulloj zëvendës kryeministrën mbi bazën e 1000 fakteve, mbi bazën e vjedhjeve të pafundme për të përgjigjur para ligjit. Por meqense aty ku është emri Belinda, siç e keni marrë vesh ju, aty është emri Edi Rama, meqense në çdo rresht ku ajo akuzohet është Edi Rama mrapa saj, tani çdo gjë duhet përfundohet tek këmbët e saj, tek fushët e saj. Nuk kishte skenë më të pashemullt kur dilin njëri mas tjetri përfaqësuesi i presidentit, i kryeministrit, i parlamentit, e çfarë thoshin? Përballë ligjit, përballë kushtetutës, përballë kodeve, zero. Përveç se moralin e hajdutit. Përveç se moralin e hajdutit. Po çfarë hajduti? Hajduti që ka vjedhur miliarda. Edi Rama, se aty është Edi Rama. Pse u nara në këtë shembull? Jo, është shumë e rëndësishme që ju ta kuptoni. Se pandarjet pushtetetve nuk ka kur asnjë sistem tjetër përveç diktaturë. Miq, prokuror, gjykatës bëjnë gabime, kanë tendenca politike, janë politik, kur sulmojnë si politik duhet ja u kthesh. Kjo ndodh këtu, ama nuk ndodh vetëm këtu. Kjo ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, edhe aty ka ndodhur. Edhe aty prokurori trillonte për kandidatin për president në mënyrën më monstruoze. Por asnjëherë ai nuk bëri ndysh fjalën e tij. U paraqit sa herë kërkuar. Se ky është rregulli. Rregulli është
Rregulli është që do t'i qëndrosh ligjit, do zbatosh ligjin, se ti je për shtetin ligjor, je për kushtetutën, sepse kushtetuta është shtyllë kryesore e garancisë demokracisë, lirive të qytetarëve, kurse këta rrjeshtoheshin në një mënyrë të paimagjinueshme, njëri pas tjetri, për të mbrojtë kë, për të mbrojtë një hajdute e cila ju them ju, në mënyrë absolute në çdo tender, ka firmën dhe dorën e saj të zezë, që shkon jo në qindra milion, por në miliarda euro për vete dhe Edi Ramën. Pra, ju mblidhi sot këtu, në një kohë kur vetëm në hapësirën Schengen janë larguar mbi 700.000 të rinj shqiptar. Ju mblidhi sot këtu në një kohë kur ne si kombë jemi në kërcënim absolut ekzistencial, në ç'kuptim. Po, ju tani njerëz të dijes, kombi ka disa tregues demografik, ata janë themelor për të ardhmen e tij. Ata tregues potencin me këtë trend, pas 50 vitesh, shqiptarët i konsiderojnë komb të fshirë, sepse sot ne kemi lindshmërinë për shkak të emigracionit, për shkak të ikjes largimit masiv të trive, lindshmërinë që kemi patur 100 vite më parë, kur ishim 700.000 banor. Sot ne kemi treguesin e lindshmërisë më të ultin në botë. Sot, nga viti 2018 deri sot, ne kemi mira vdekjen vit më shumë se sa lindje. Pra, a e shifni ju se ku e ka të ndisi ky në kohë kur djerë në vitin 2014, shqiptarë çdo vit shtoheshin në Shqipëri. Numri shqiptarëve në Shqipëri rritej. Nga viti 2007-2014 shkonte duke u rritur. Pse? Një faktor themelor. Vetëm një. Sepse ju, bashkëpunëtarët tuaj, vendosnit, besonit se ëndrrën tuaj mund ta ndërtonin vendin tuaj. Kaq. Asgjë tjetër s'kishte. Por kishte një mjedis, kishte një alternativë, kishte një seri rrethanash të cilëve bashkëpunëtarëve tu u jepin shpresë, u jepin besim, se ata mund të shkolloheshin, se ata mund të punësoheshin, se ata mund të ndërtonin folen e tyre, familjen, mund të kishin shtëpinë, mund të gjenin punën. Kurse sot, imagjinoni, çfarë largimi të tmerrshëm masiv. Nuk ka patur kombi ndonjëherë në histori një armik më të egër të ekzistencës së tij se sa Edi Ramën. Shumë më tepër se Enver Hoxha. Enver Hoxha ishte gjaksor, ishte mizor në drejtat e njeriut, por nuk mund të themi sa ai dhe klika që i rrethonte vodhin shqiptarë si që vjedhin këta sot. Jo. Harrojni këte. Ata kishin paranojat e tyre në përdorimin e buxhetit, kurse këta vjedhin në mënyrë të paimagjinueshme. Shkoni, gjeni djegësin e Tiranës, 130 milion euro ka vjedhë Edi Rama me Rion Velin. Secili për jush po të marrë një bicikleta, po të shkoj të shohë në sharë, gjurmë djegësi nuk ka. Dëgjoni për Akshin. Qa ndodhë në Aksh? Në Aksh është Baxhanaku i Edi Ramës. Armand Frangu e kemi denoncuar me dhjetra herë. Aty çdo tender,
do ta fitonte ky në një kohë kur ky kishte një kapacitet sipërmarrës shumë modest dhe nuk diskriminoi, po aq ishte. Tani ky nuk mjaftohej me tendrat që fitonte vetë, por mirëte edhe preshtonome dhe futej veti tretin tendër, po ishte vetëm i, ishte vetëm ky, frangu. Dhe në qoftë se dilte një i vërtet, çfarë pësonte i vërteti? Merrej peng. A mund të imagjinoni ju? A mund të imagjinoni për një moment një sipërmarrje shtetërore, sa ajo është agjenci shtetërore. Agjenci shtetërore të marrë peng biznismen pse guxojnë të paraqiten në tendra siç është ligji, siç është rregulli, siç është gara. Pra, dhe kjo ndodh në kofshtin privat të Edi Ramës. Akshin. Dhe pasi ndodh kjo, dhe pasi dokumentohet gjithçka para të hujve, sepse njëri nga këto pegje, ta dini ju, kërkoi mbrojtje në një shtet të huaj, dhe ata i dhanë, ne jemi mirënjohës. Edi Rama thosë se u kam respektin më maksimal për lindën, për mirë lindën. Po pse ka këtë respekt? Se është linda, është e shoqja. Nuk ndodh kun kjo. Ja u them unë, në këtë shkallë nuk dëgjon kun. Atëherë, po ju ku janë të rinjtë sot? Të rinjtë sot duhet marrin rrugë të dheut dhe në shpinë, në një qese duhet marrin ëndrrën e tyre. Në rrugë të Europës, rrugë të botës, sepse në Shqipëri se ndërtojnë do të atërën. Jo, se ndërtojnë. Se ndërtojnë do të sepse ky riktheu standardet e ish diktaturës komuniste në pranimet të universitete. Riktheu si satër mesatare, të cilën nuk e përdorin tjerët, vendet e lira. Ky riktheu tarifat. A e dini ju që paguani 4 herë, 5 herë më shumë se të paguan studenti gjerman për universitet? A e dini ju që i student po të shkoni në Austri, ju paguani në vit 300 ose 400 euro, kurse austriaku paguan 100 euro? Po sepse shteti ka detyrim të shkollojë ju. Shteti duhet jetë i lumtur, që bën gjithçka për shkolluar të rritë e tij. Kurse ky vendos këtu me rrogat më të ulta, tarifat të cilat që është e vërteta, 49% familjeve shqiptare që janë në rrezik varfërie, nuk e lejojnë të shkollojnë më shumë se një fëmijë. Edhe atë me shumë sakrifica. Po pse? Pse u përmys? Pse ishte krejt e kundërta para vitit 2013? Kishte para më shumë? Jo. Jo, ne nuk kishim para më shumë. Ne jemi partia e taksave të ulta. Ne kishim gjysmën e këtyre taksave. Por kishim një politik ne, që të rinjtë duhet shkolloheshin. Dhe e gjetëm vendin me 12 student për 1000 banor, arritëm në 52 student për 1000 banor. Sepse ishim mbrapa, shumë mbrapa. Dhe kjo u kthye përsëri. Politika armiqësore. Unë fola për ato që paguani, po të marrë shtrëhimin tuaj në Tiranë, Tirana në shtrëhim është një nga 3 qytetet më të shtrenjta në Europë. Ju, familjet tuaja, ju shkatroj, ju dëmton droga. Nuk kam fjalën këtu për përdorimin. Jo, se ajo është tjetër gjë, ajo është keq sigurisht po. Por i çmimet. Shikoni ju, çfarë bëhet me kullat e drogës. Nuk preken ato nga. As nga baballarët tuaj, as nga ju, as mund t'i prek. Sepse ato
vinë tonelatat e drogës, tonelatat e euro dhe drogës vinë bashkë, edhe i blokojnë, çmimet i mbajnë në stratosferë, dhe një kamp që ishte i gatshëm për ju, me projekte, me plan, me trullë dhe me çdo gjë, me fond dhe me gjithë shka, e blokuan me Elion Velin, e shtroj për ca kohë në parking, dhe pastaj ja u dha të tjerëve, dhe tani thot, studentët të shkojnë në Durrës, shkojnë tu, shkojnë aty, me një fjalë. Një politik të qartë, armiqësore ndaj jush. Miq, siç keni ndjekur zhvillimet për kombet me diktatura autokratike, të cilat zgjedhjet i zhvillojnë në farsë, i bëjnë farsa, të cilët pushtetin e përqendrojnë në një dorë, të cilët plaçkisin nga mëngjesi ndarë qytetarët e tyre, por ndallim nga gjitha këto, Edi Rama është kryebaroni i drogës në Europë, apo padrinoja i klaneve të drogës. Diktaturat autoritare, kohrat provuan se antidoti absolut i tyre është gjenerata juaj, gjenerata Z. Janë këto gjenerata që e përmbysën në Bangladesh regjimin. Është gjenerata Z që e përmbysi në Nepal regjimin, e përmbysin Sri Lanka, është kjo gjenerat që po i dridh themelet autokratit të Beogradit, Aleksandar Vučić, si vllau të Edi Ramës. Po, në nderin e tyre, në dignitetin e atyre studentëve, nuk ndahen, aty ra një çati në stacionin e trenit të Novi Sadit. Ajo çati humben jetën nga ajo rënje, që ishte korrupsion, se kot nuk kanë, si të po bjen rrugë këtu njëra pas tjetrës, humben jetën 13 qytetarë. Por studentët e Beogradit, muaj dhe muaj të tërë, nuk i ndahen. Nuk i ndahen dhe do fitojnë. Pavarësisht, lufta kundër diktaturave nuk është një ndeshje futbolli. Jo, është një betejë e vështirë, e komplikuar, por do fitojnë. Në këtë kuadër, në këtë kontekst, unë ju bëj thirrje ju të ngrihi në lartësinë e këtij misioni. Sot ju keni shansin e madh të riktheni edhe një herë shpresën, besimin, lirin, të drejtat, të ardhmen tuaj dhe shqiptarve. Sot, Shqipëria ka një opozitë e cila qëndron e vendosur në idealet e saj, qëndron e vendosur të vazhdoj betejën gjerë në përmbysje e kësaj diktature. Por dhe dy gjëra. Kjo betejë zhvillohet sot në dy rrethana apo në dy kushte jashtëzakonisht favorshme. Dhe këto janë së pari demaskimi, denoncimi që i bën Edi Ramës për vjedhjen e zgjedhjeve. Opozita arriti të faktoj se ky njeri nuk zhvillon zgjedhje, ky grabit zgjedhje, ky plaçkit zgjedhje, ky u përpoq me të gjitha mjetët të përmbysë raportin, por dështoi totalisht. Dhe ky për shqiptar dhe mbar botën është autori një farse elektorale. Çfarë i tha në komisionin, në parlament, në Këshillin e Europës, më falni raportin. Në Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti. Kaq miq. Të thuash parti shtet, je pothuaj monizëm.
nuk ka ma zgjedhje në parti shtetë. Pse? Sepse në garë dalin disa parti dhe shteti gjigant me gjithë mjetet e tij. Nuk është garma, është fars. Dhe kjo ishte një arritje e cila për çfarë na jep ne të drejtën që çdo sekond, çdo minutë, çdo orë të punojmë kundër këtij armiku të votës lirë. Ky është armik i lirisë. Ky s'ka asgjë të përbashkët. As me shqiptarët, as me qytetarët. Ky do të ikë një minutë më parë të ketë fundin që meriton si diktator. Së dyti, një qeveri që del nga zgjedhjet lira ju i ritri, por duhet ta dini që nuk mund të rëzohet. Nuk ke të drejtë. Nuk ke të drejtë në qoftë se u qëndron parimeve që beson, të kërkosh rrëzimin e një qeverie që del nga zgjedhjet lira përveç se me votën e lirë, përveç se me përcaktimin e kushtetutës. Protesta mund bësh, por sovrani e ka autorizuar atë të qëndrojë aq sa thot kushtetuta. Po kjo qeveri pra nuk ka legjitimitet sepse ka dhunuar zgjedhjet. Përveç kësaj, edhe për qeveritë që dalin nga zgjedhjet lira, në qoftë se ato kapen duke vjedhur qytetarët, ato humbasin legjimitetin. Pra ka dy faktorë që bëjnë të paligjshme një qeveri. Farsa elektorale dhe rrëmbimi votës, dhe plaçkitja e qytetarëve. Kur ndonjëherë një qeveri e tillë nuk është kapur në flagrancë, një kryeministër i tillë s'është kapur në flagrancë në vjedhjet miliardave të qytetarëve dhe përpiqet të përdor pushtetin për të mbrojtur. Është shkak, është arsye më madhore për të bërë gjithçka për përmbysjen e saj. Shpresa më e madhe e shqiptarëve sot jeni ju, gjenerata juaj, dhe unë kam besimin më të madh se ta përmbysë me sukses. Faleminderit. Berisha, kalojmë tani në hapësirën tuaj të diskutimeve, pyetjeve, sugjerimeve. Kush e dëshiron fjalën? Po, desave. Mirëmbrëma gjithëve, të dashur të rinj dhe të reja, i nderuar Dr. Berisha, e dashur Floriana, i nderuar kryetari i Forumit Rinor Besar Xhaferi dhe përfaqësuesi i zërit ton në parlament, i nderuar sekretari i përgjithshëm zoti Fatjon Bathorja. Unë quhem Desada Xhetani dhe për 5 vitesh tashmë jam njëra prej jush. Para se të vija këtu në këtë foltore, bashkë me Luisin ishim tek parlamenti duke shpërndar fletpalosje për protestën e ditës së nesërme. Dhe teksa po kujtoja se kush ishte takimi im i parë këtu në Tiranë në Partinë Demokratike, më kujtua data 7 nëntor e vitit 2021 në foltoren e Forumit Rinor tek amfiteatri. Ajo ditë për mua shënoi një zgjedhje shumë të rëndësishme për të mos heshtur përballë këtij regjimi dhe këtij sistemi që është tashmë. Sot 5 vite më vonë, fatkeqësisht jemi sërish në opozitë, por jemi sërish këtu, duke qëndruar dhe me një ëndër të përbashkët për të larguar këtë sistem të kalbur që na ka zaptuar. Doktor, teksa sot flas në vetë të parë, dua të flas dhe në emër të disa të rinjve të reja, sepse gjatë këtyre 5 viteve kemi pasur një rrugtim të përbashkët. Gjatë këtyre 5 viteve kam qenë pjesë e çdo proteste studentore, sigurisht disa prej cilave i kemi organizuar vetë ne. Kam qenë pjesë e çdo proteste të thirrur nga opozita. Kam qenë pjesë e çdo fushate politike gjatë këtyre 5 viteve. Kam shpërndar fletpalosje në çdo shesh në rrugicë. Kam qenë pjesë edhe tek rrugica e shpresës, ku shumë na braktisën, ne të rinjt vendosëm që të qëndronin besnik. Doktor, të dashur të rinj, nuk i përmenda gjitha këto, as për duar trokitje, apo për të marrë lavdrime, por vetëm për të thënë një të vërtetë. Këto janë disa detyra që një opozitar i vërtet duhet të bëjë. Këto janë disa detyra
Këto janë disa detyra që një iri i ndershëm duhet të bëjë, një iri që nuk pranon të nëpërkëmbet nga ky sistem. Sepse politika përpara se të jetë pushtet është qëndrim, dhe qëndrimi matet në ditët më të vështira. Partia Demokratike është një familje e madhe, sigurisht edhe me gabime. Por familja nuk braktiset në momentet e saj më të vështira. Ajo kritikohet me ndëshmëri dhe përmirësohet brenda mureve të saj. Doktor, me respektin që i detyrohet një figure historike, por dhe me ndëshmërinë që i detyrohet së vërtetës, dua të shpreh një të vërtetë dhe një kërkesë në emër të çdo të riu dhe të reje që ka sakrifikuar ditët më të bukura të saj në protesta. Partia Demokratike nuk duhet të rikthehet më në duart e atyre që e braktisën në momentet më të vështira, sepse tradhtia politike nuk është incident, por është një model sjellje. Është koha që Partia Demokratike të ndërtohet mbi individ të ndershëm, mbi të rinj dhe të reja, të cilët nuk e kanë parë politikën si interes politik, por si shërbim publik, që kanë qenë me Partinë Demokratike në momentet më të vështira të saj dhe jo vetëm kur ajo ka pasur momentet e lulëzimit. Doktor, e vërtetë është ajo që ne si parti duhet të na karakterizojë. Thëm kështu sepse kemi njerëz që i shikojmë shpesh vetëm në fushat apo vetëm në takime të këtij lloji me karrige të rehatshme. Por, unë mendoj, opozita nuk është luks. Opozita është sakrificë, dhe sakrifica është të dalësh në shesh, tek strukturat, në foltore, në protesta, duke shpërndar fletpalose dhe çdo detyrë që duhet të bëjë një opozitar. Doktor, unë mendoj që duhet të rimarrim fatin e Shqipërisë në duar, përpara se largimi të rinjve të kthehet në një plagë të pakthyeshme. Sot, unë nuk ju flas vetëm si një antare e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, por ju flas si një studente ekselente në vit të fundit master, e cila ndihet thellësisht e braktisur nga ky shtet që nuk e mbështet dijen dhe meritën. Por doktor, ju mos na braktisni, mos e braktisni shpresën dhe kontributin e këtyre të rinjve këtu në sallë. Na jepni sot fjalën se rinia do të jetë pjesë e procesit politik, jo vetëm si numër, por edhe në vendimarrje. Unë sot ju flas edhe si antare Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës dhe si arsimtare e së ardhmes, ku shkatrimi i arsimit tashmë është një strategji politike, sepse një shoqëri e parsimuar manipulohet, një popull që është i parsimuar edhe blihet edhe shitet, por mendimi kritik nuk blihet, dinjiteti nuk blihet, të rinjtë e Partisë Demokratike nuk mund të blihen. Doktor, Shqipëria ka nevojë për agimin ton, të vendosur dhe të palëkundur siç kemi treguar gjithmonë. Ka nevojë për qëndrime të bazuara në dije, etik dhe në përgjegjësi qytetare. Unë e di që aftësitë e mia do të mund të ndërtoja një të ardhme kudo në botë, por unë kam zgjedhur të qëndroj këtu me çdo kusht dhe çmim. Ne ju kemi besuar në momentet më të vështira dhe në momentet më kritike. Por sot besimi duhet shndërrohet në përgjegjësi të përbashkët ndaj këtij vendi dhe ndaj këtij ideali. Me çdo çmim, nesër dhe çdo ditë, ne duhet protestojmë, jo vetëm këtu në Tiranë, në të gjithë Shqipërinë, sepse jemi në gjendje alarmante. Le ta shpëtojmë Shqipërinë edhe nëse duhet flijohemi për të. Faleminderit. Shumë faleminderit Desada. Falenderoj shumë, Desada, edhe të falenderoj shumë për kontributin thelbësor që ke. Ju garantoj që Partia Demokratike do bëj gjithçka. Edhe njerë që të rinjtë e këtij vendi të ndërtojnë të ardhmen në këtë vend, në të gjithë historikun e saj, në qoftë se hymë dhe analizojmë, çelësi i sukseseve ka qenë pikërisht mbështetja tek të rinjtë. Angazhimi i të rinjve. Në këtë periudhë, ti je një aktiviste e vendosur dhe me kontributën parti, partia ka kaluar një kalvar.
kalvar të vërtet, si asnjë forcë tjetër politike në Europë dhe në botë. Asnjë. Partia u gjetë para një skenari të pa imagjinueshëm të një Shqipërie pa opozit. Thelbi i asaj që u zhvillua ishte Shqipëria pa opozit. Kjo është e vërteta. Dhe të gjithë ju, të gjithë ata të cilët nuk pajtuan me këtë projekt, kaluan një periudhë si asnjë forcë tjetër politike. Por kjo u ka përcye, si u ka përcye? U ka përcye vetëm sepse u qëndruam atyre të vërtetave që besonin. Nuk i lëshu. Sot, Partia Demokratike mbështetet nga 7 rezoluta ndërkombëtare më të fuqishmet nga të gjitha forcat politike në botë. Por sot, përsëri Partia Demokratike përplaset me lobistët, me murin e lobistëve të regjimit më të korruptuar në Europë. Kjo është e vërteta. Tani, po t'i shohim ato që u arritën, nuk them pa diskutim që ka patur gabime dhe ka gabime. S'ka asnjëherë të mos mendojmë, nuk ka fatkeqësi më të madhe, ja u them unë një këshill shumë miqësore, se sa të besoni të pagabueshmit apo të mendoni për pagabime. Jo, kjo është fatkeqësi. Dhe ja u tregoj një sekret timin. Një nga 3 gjërat që mua më bëri ta urreja diktaturë, njëri prej tyre ishte të pagabueshmi. Zgjoja Enver Hoxha një ditë dhe na thoshte që ma thot kjo mendja ime se nafta ndodhet në këtë trekëndsh dhe natë trekëndsh dhe shkonin inxhinierët, aty s'kishte naftë dhe pushkatoshin si sabotator. Dhe kjo ishte, do më tha, ja u tregova këtë s'ka në vlerë, ishte një nga mësimet më të hidhura të atij regjimi dhe kur njeriu s'do të mendojë. Por sot Partia Demokratike edhe në këto kushte ka bërë përpjekje që t'jap hapësirë atyre dhe ju siguroj që përpjekjet më të mëdha do bëhen gjatë kësaj periudhe, e cila është njëkohësisht një periudhë ripërtritje për Partinë Demokratike. Dhe do jetë një periudhë ripërtritje. Nuk ka asnjë lkundje nga, nuk ka asnjë lkundje nga ky parim. Tani e tha 2 gjëra. Tani jemi në çdo gjë në të drejtën tonë, ne kemi qenë në të drejtën tonë. Po kemi përpara një armik që na shkelmon votën, kemi përpara një armik që vjedh qytetarët. Kemi përpara një armik që bllokon drejtësinë, nuk lejon të veprojë. Jemi në të drejtë morale, ligjore, kushtetuese t'i përvishemi me gjithë forcat tona. Faleminderit. Po, a i djeretja? Po. Përshëndetje të gjithëve, do t'ju falenderoj nga ana forumit të gjithë që jeni pjesëmarrës sot. Gjithashtu do të falenderojmë dhe ata që sot nuk janë këtu, por kanë qenë çdo aktivitet tonin dhe gjithmonë me ne. Por jo vetëm do të falenderoj dhe ata që kanë qenë forumin ton dhe sot nuk janë më. Sepse dhe ata kanë dhënë shumë kontribut dhe pse sot nuk janë për një arsye, ne duhet jemi mirënjohës të gjithëve që kanë qenë me ne. Para se të jap një sugjerim të vogël, doktor, unë mendoj se partia jonë ka shumë probleme dhe kush është në këtë sallë këtu, por jo vetëm, ka një qasje shumë më praktike
dhe shumë më të vërtet ndaj zgjidhjes këtyre problemeve dhe mendoj që është shumë e mirë që ne të bënim një takim tjetër pa kamera, pa televizor, me duart mbyllura midis forumit dhe jush, sepse unë jam me parimin që problemet e shtëpisë fliten brenda shtëpisë dhe nuk fliten në sytë e botës. Gjithsesi, po prek një problem që është shumë evident dhe e shikojnë gjithë shqiptarët dhe jo vetëm ne, dhe po jap një sugjerim timin që ndoshta mund t'ju pëlqejë ose jo. Atëherë, ne çdo të hënë bëjmë këto foltoret para kryeministrisë, që themi drejtën pjesëmarrja nuk është shumë e kënaqshme. Tani, problemi këtu nuk është te mos pasja mundësisë ose pasja e frikës, siç thon dikush që nuk vinë njerëzit. Problemi është që njerëzit nuk duan të vinë të hënave, sepse kur bëjmë ne protesta kombëtare, sheshin bushët plot. Kështu që problemi qëndron ke foltorja të hënës, që nuk ka pjesëmarrje. Tani, mendimi im, por besoj jo vetëm i imi, është që shumë nga ata folës që dalin aty nuk janë të denjë për të na përfaqësuar, sepse në moment që dikush merr atë foltore, nuk përfaqëson më veten e tij, por përfaqëson të gjithë demokratët, ku përfshihemi sigurisht dhe ne antarët e forumit. Dhe me pasjen e folësve që nuk janë denjë dhe nuk e di kush i zgjedh, po personi ose personat që i zgjedhin disa nga ata folës që dalin aty, po bëjnë faj ndaj nesh, jo thjesht gabim. Sepse të dalin aty njerëz që flasin kuturu, disa kanë qenë dhe tap, që u merret goja kur flasin, na dëmton të gjithëve. Dhe sidomos ne rinin, sepse ne e kemi karrierën politike para dhe e kemi jetën para në Shqipëri. Dhe dëmtimi i PD-s dhe imazhit PD-s në publik na dëmton më shumë ne se sa ju, doktor. Tani, një mendimi imi se si mund ta zgjidhim ne këtë problem është që çdo të hënë të bëjmë një foltore specifike. Pra, një të hënë të kemi për arsimin, të kemi mësues, të kemi ekspert, të kemi profesor, një të hënë tjetër të kemi doktor, të kemi për shëndetësinë, problemet që kanë shëndetësi, një ditë tjetër për bujqësinë, një ditë tjetër për naftëtarët, një ditë tjetër për minatorët, e me radhë, me radhë, me radhë. Problemet në Shqipëri janë të pafundme, temat janë të pafundme. Të jemi specifik, çdo të hënë t'i drejtohemi një problemi, të kemi ekspert të vërtet dhe që njerëzit kur ta ndezin televizorin të hënë dhe të na shikojnë, të dëgjojnë me vëmendje ato që thonë ekspertët dhe ato që thoni ju doktor, dhe të mos shikojnë ca fytyra që i bën për të qeshur, që dhe ne kur rrim aty na bën për të qeshur dhe ulim kokat. Kështu që shpresoj që të kemi një qasje ndryshe nga të hënave dhe të bëjmë një protezë, një foltore konstruktive për vendin, që jo vetëm të bërtasim Rama Duro dhe qeveria krimit të drogës, por të themi që problemi është ky, zgjidhja jonë do jetë kështu. Për çdo problem që prek shoqërinë shqiptare. Kaq kisha, nuk duhet ju marr më kohë, shumë faleminderit. Faleminderit Glauk për ndërhyrjen edhe për mendimet. Glauk, tani një sqarim duhet bëj. Foltorja nuk synon prani të madhe. Jo. Do më thënë, synon paka shumë atë prani. Cili ishte qëllimi i saj, që t'jem i hapur me ju se qëllimi i saj ishte një mikrofon, një zë, në derë të qeverisë, kundër qeverisë, nga deputet dhe nga qytetar. Ky është qëllimi i saj. Nuk është qëllimi i saj protesta. Nuk është qëllimi i saj masive. Jo, ka atë qëllim. Ku do flasim qytetar të ri, të njerëz të formimeve të ndryshme. Pra, nuk duhet ta
nuk, edhe njerë, një foltore nuk është një protest masive. Është e asaj për mase. A mund të përzgjidhen më mirë folsat? Absolutisht po, dhe ke shumë të drejtë. A mund të kalohet në profile siç e propozon? Edhe kjo mund të bëhet në një farë mënyre, po t'i kesh vure, në serinë e folsave ka patur folsa që kanë folë për çështje të caktuara, por kjo edhe kjo nuk e pengon as pak që të bëhet njërë tjetë për një fushë, pastaj fushën tjetër me radhë. Është plotësisht e mundshme. Besoj se këto ishin paka shumë çështjet që shtrove. Për zgjedhja, tani ata që i përzgjedhin, doan duke pyetur, nuk është se e bën, ata janë ndër organizatorët e saj, por pyesin, marrin mendime tek ju, marrin mendime tek forcat, tek organizata e grua, me fjalë, nuk janë se nxjerrin nga xhepi ata emra, dhe, po më falë, ka një porosi mundësisht përfaqësues të kauzave të veçanta, të grupeve të interesit. Ndonjëherë, edhe qytetarë të thjeshtë, të cilët shprehen natyrisht në mënyrë më të thjeshtë dhe një përzgjedhje më mirë mund të bëhet. Mirë. Pa tjetër, me kënaqësi të madhe, takim edhe me kamera dhe pa kamera me shumë kënaqësi. Pa tjetër. Mirëmbrëma zoti Berisha, mirëmbrëma të rinj, unë jam Adelina Dragoshi, antare e Forumit Rinor të Degës 2. Së pari ju falenderoj për praninë dhe për mundësinë që na jepni neve të rinjve të flasim hapur, dhe se zëri ynë të dëgjohet. Pyetja ime lidhet me drejtsinë. Sot drejtësia është thellësisht e politizuar. Çfarë mekanizmash do të përdoret kur Partia Demokratike të vinë në pushtet për të garantuar një drejtësi të pavarur? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë ju garantoj ju se çelësi kryesor për një drejtësi të pavarur, për një luftë me zero tolerancë ndaj krimit, për një luftë me zero tolerancë ndaj korrupsionit, qëndron në zbatimin e ligjit. Por unë, me qenë se bërë një pyetje konkrete, do ta ilustroj me një shembull konkret. Në vitin 2011, siç e dini, socialistët organizuan një protestë të dhunshme. Dhe ajo është protesta më e dhunshme në histori. E organizuar, ku Edi Rama kërkonte të mirët e pushtetin, ishte përgatitur dhe me një fjalim që do mante nga balkoni i kryeministrisë e me radhë. Në atë skenar, jo vetëm për mua, por edhe për organizata ndërkombëtare, u bëhet qartë se ishte një skenar politik. Dhe nga ata që unë akuzova në skenar politik, ishte edhe ish prokurorja e përgjithshme. Kjo zonjë, pas kësaj ngjarje, edhe para kësaj ngjarje, por edhe pas kësaj ngjarje, kjo, se në atë kohë,
hetimin e personave me imunitet e kishte prokuroria e përgjithshme, nuk kishte prokuroria veçantë. Ka paraqitur jo një, por të paktën 3 kërkesa për heqje imuniteti. Tani unë ju them ju këtu, në mënyrë absolute, as për një të mitën e sekondës, nuk më ka shkur kur media që t'i thonim jo se i ke politike. Për kundrazi, ministrat kanë dhënë dorëheqje, kanë dorëzuar vetë imunitetin dhe parlamenti është mbledhur formalisht për të kryer aktin e dorëzimit të imunitetit prokurorisë. Formalisht, sepse secili prej tyre, dhe ka ndodhur 3 herë jo një, ka dorëzuar imunitetin. Madje ai është sot në burg, Ilir Meta më ka ardhur në zyrin e zëvendës kryeministër dhe i montoi Shiritin, i montoi Edi Rama me Filip Çakullin, çka u provua u gjet krejtësisht montim një frazë ku flitej për 700.000 euro, ku në fakt ishte se sipërmarrësi i thoshte atij që unë kam humbur 700.000 euro që nga dita e vendimit gjykatës gjerë sot që ti nuk zbaton vendimin e gjykatës, dhe këtë Edi Rama e mori dhe përdori, gjeti dhe fjalën shfet edhe futi aty, si përfundim, por cila, sa po e publikuar, ky 3 ditë mrapa, pa fol fare prokuroria, më ka ardhur në zyrë dhe më ka thënë se unë po jap dorëheqjen si zëvendës kryeministër edhe dorëzoj imunitetin, sepse nuk pranoj që të shkoj para një djali, para së një vajzët, prokurore apo prokurore, si zëvendës kryeministër, por do shkoj aty si qytetar i thjesht. Kjo që ndodh sot është jashtë çdo imagjinate. Pra, dhe kush ishte njeriu që kishte kërkuar? Njeriu që i kisha thënë çdo fjalë se e meritonte për qëndrimin që mbajti, ishte e përzierë në atë rast. Por tjetër është pavarësia e drejtësisë. Tjetër është detyrimi për të pranuar vendimin e saj qoftë dhe i gabuar. Kjo është që kur është ndarë shteti, kështu është ajo. Ata shkuan të gjithë para drejtësisë. Ndaj dhe nuk mund të ketë kur përpjekje për diktuar, mund të japë një shembull tjetër, që është shumë tregues. Në atë sistem, po nga Edi Rama, është e fortë shumë. Ishim në një takim me të huaj, edhe ngrihet dhe më akuzon, ky thot, pasi kish mbajt një fjalim dhe kish thënë se gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë 37 ligje dhe vendime të tij si kryeministër. Pas kish harruar se ç'kish thënë, pas gjysmore thot se ky bën ligjin dhe u dikton çdo gjë gjykatave. Dhe unë thash aty, zotëri, a e ndëgjuat këtë? Ky tha një herë 37 vendime dhe e vërteta kjo. E vërtet që i kishin hedhur poshtë. Dhe absolutisht për mua një pjesë pa drejtë, por nuk mund diskutohet. Pavarësia e drejtësisë është pavarësi drejtësie, ti nuk mund të bësh drejtësinë, se pastaj bësh monizmin, pastaj s'ka nevojë për drejtësi. Pra, nuk ka diskutim që ne jemi parti e shtetit ligjor. Dhe si parti e shtetit ligjor, ne nuk vëm kur në diskutim pavarësinë e sistemit gjyqësor. Jo. Mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma Besi dhe Fationi, mirëmbrëma gjithë miq e kolegë të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Unë jam shoqëri Mirtollarik, drejtuesi FRPD Durrës.
Doktor, unë i qëndroj shumë asaj çfarë tha Glauku, që problemet tona të mëdha nuk duhet diskutohen me kamera dhe live. Më duket sikur e kisha këtë mendim edhe më përpara dhe dua të them që në një periudhë, në një moment ku jetojmë në një Big Brother si ato të George Orwell të 1984 të drejtuar nga qeveria Rama me një makineri shumë të madhe propagande, që nuk arrin dot të shikojnë vjedhjet galopante të qeverisë dhe arrin dhe shohin një qimet vogël ke Partia Demokratike dhe arrin edhe bëjnë sigurisht një traj i madh. Në këto kushte do të jemi shumë diskret edhe tu kam një kritik shumë të madhe edhe për drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, për leadershipin e Partisë Demokratike, që mbledhje shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike, përpara se sa të dalin dhe të marrin vesh strukturat e tyre, dalin me mesazhe në mediat kombëtare të vendit, edhe këto nuk janë as pak të shëndetshme për një forcë politike, që cilat problemet dhe shqetësimet ato që i ka i zgjidh brenda dyerve të tyre, dhe jo atë çka ka shtëpia e tregon fëmia, sepse këto lloj politikanësh nuk janë fëmijë, po janë njerëz që kanë përgjegjësi mbi supe dhe përfaqësojnë demokratët, përfaqësojnë ne të rinjve, përfaqësojnë ata që ju kanë marrë votën dhe duhet të jenë shumë diskret. Dhe kjo është një kritik që besoj që ju e keni diskutuar, por po ja bëjmë ne të rinj ndoshta për t'i thënë që ne i shikojmë çdo gjë dhe nuk është në favorin e Partisë Demokratike dhe të asaj pune që ne bëjmë në përditshmëri. E dyta, doktor, mendoj që këto foltoret që i bëni ju nuk janë vetëm të mjaftueshme kaq. Në këtë makineri të madhe propagande që jemi duke përballur dhe luftuar për ditë, duhet që çdo drejtues i Partisë Demokratike, çdo deputet i Partisë Demokratike të dalë në zonat dhe të takojë, të flasë me qytetarët, të diskutojë, të shohë çfarë problematike ka dhe këto ti publikojë, ti bëj publike që ti shikojmë. Dhe nuk mjaftojnë, nuk mundemi dot në gjithë këto media dhe gjithë këtë presion të madh propagandës ta luftojmë me kaq sa po bëjmë. Duhet bëjmë gjithë pak më tepër. Këtu po them duke filluar nga vetja ime si drejtues i Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Durrësit, por meqense është Besi, Fationi, ju personalisht po dhe ata që na ndjekin nëpërmjet mediave që janë drejtues dhe kanë marrë përsipër një detyrë dhe një përgjegjësi. Nuk do të zgjatem shumë, ndoshta do të diskutojmë më shumë tek ai takimi tjetër që do jetë pa kamera. Faleminderit doktor. Shumë faleminderit. Ke prekur një nga çështjet më themelore që ka të bëjmë me armën më të keqe, më të egër të narkodiktaturës sot me censura. Edi Rama sot kontrollon minimumi 90% të gjitha medjave. Si pas raportit ndërkombëtar, kontrollon jo vetëm politikat editoriale, kontrollon edhe lajmin. Censuron lajmin, manipulon lajmin dhe bën gjithçka kundër opozitës. Këto media nga Mëngjesi i Gjerë Darkë mashtrojnë qytetarët, glorifikojnë të keqen, një lloj si dikur në diktaturën hoxhiste. Këto media janë në vetvete instrumenta mafios të tmerrshëm, të cilët me parat e taksave të qytetarëve, në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën, paguhen, shpërblehen, ju i patë se si ishin rrugët, që i thoshte, ajta marrë kaq se do jap, ati i botuesi kaq, do jap kaq, ushqehen me parat e taksave vetëm për të mashtruar nga Mëngjesi i Gjerë Darkë. E kam treguar disa herë, tregoj prapë sot, është një bolino, merr token e dhënë për gjimnaz nga pronar Fisnik Tiranas, lanë komunitetit që për 50.000 banorësh për të ndërtuar një gjimnaz për fëmijët e tyre. Edi Rama ja e këtij me €1. Prit. Dhe kur njëri nga këta Tiranasit që ka lanë token aty,
ishte socialist, patronazhist. Shkon dhe shpërblehet me atë tokë 3 milion euro. Tokë e kishtë vetën, nuk mund të, nuk ja mori kujt. 3 milion euro për tokën që e mori me 1 euro Carlo Bolino. A mund të imagjinojë se mund dhe... Me 4 vendime me emër, nga Edi Rama. Kjo janë të tjerë që marrin 100 milion euro vetëm për të mashtruar. Duhet jemi jashtëzakonisht, duhet përpiqemi shumë. Shiko çfarë bën. Ja, e thash edhe diku tjetër. Nxjerr një teknikë e ulët, amorale. Zyra e tij fabrikon gënjeshtra. Se kryeministri do të marrë 1 milion palestinez. Se kryeministri do paraqitet në gjykatën e New Yorkut për McGonigalin, me datën kaq. Se do ndodh kjo, është teknikë e njohur. Po teknikë jashtëzakonisht poshtruese për qytetarët. Dhe pastaj del që këto ishin gënjeshtra dhe që kryeministri është i pastër, nuk janë të vërteta. Shiko çfarë gjerkua rrin, në çfarë nivelesh të ulta arrin propaganda e cila mbahet me parat e taksave. Ndaj dhe ajo që thatë ju, është jashtëzakonisht rëndësishme që ne të përdorim në shkallë maksimale rrjetet sociale. Nuk kemi rrugë tjetër. Rruga e vetme për opozitarë që duan të bëjnë transparencë është përdorimi maksimal i rrjeteve sociale. Faleminderit. I nderuar panel drejtues, Besi, Fationi dhe ton ekipi organizator, faleminderit shumë për këtë organizim kaq të mirë që keni bërë sot. Është fiks energjia shpërthyese që na duhej përpara protestës nesër. I nderuam Dr. Berisha, faleminderit që gjetet kohë për marrë këtu me fol me ne, mu përballë me përgjigj pyetjeve tona. Floriana, faleminderit. Mbi të gjitha faleminderit tanë të rive të Partisë Demokratike që në një të premte darkë, krejtësisht ndryshe prej shokëve dhe moshatarëve tyne, nuk janë as kafeneve, as lokaleve, as duke nda copzat e pushtetit, por kanë ardhur këtu, jo për copza pushteti, por për ideal që të ardhmen e Shqipërisë mos me alan jo socialistëve, po hajdutave dhe plaçkicëve që kanë pas dy synime kryesore për mendimin tim gjatë kohës që kanë qenë pushtet. Njani është me vjedhë dhe me plaçkit Shqipërinë, dhe tjetra është me shpartallu Partinë Demokratike, që është edhe forca frymëzimi i opozicës. Në mendimin tim, kur në ditën e tyne më të mirë, nuk ja kanë arrit, as në ditën e tyne më të keqe që janë sot, nuk do t'i arrin, jo vetëm që ta shmontojnë, por as t'i afrohen Partisë Demokratike. Kam një pyetje, dy në fakt, doktor, një personale për ju të drejt për drejt dhe tjetër në sekretari Partisë Demokratike. Në qoftë se sot ju jeni një prej nesh, 25 vjeç, keni marrë universitetin pa njohje, pa lidhje, do kishit zgjedh me qëndru në Shqipëri, apo mu largu, dhe tjetra, çfarë do të themi ne të rive që vendosen për me qëndru dhe cilat janë politikat tona si Parti Demokratike, për me fuqizu të rritë dhe për mi i vu ata në role, pra me i përfaqësu në role drejtuese. Faleminderit. Do të çudis me përgjigjen time. Po mirë. Po mbare me 2-3 pyetje dhe pastaj raundi i fundit. Më falë, do jem shumë shpejt atëherë. Mirë mbrëma gjithëve një herë, mirë mbrëma doktor. Doja t'ju pyesje, sepse kur kam mbaruar fushata, që jam terren, edhe jam gjithmonë ose në zonën time ose tani në Durrës. Edhe një fenomen që po shoh shumë është
normalisht pasojet e 13 vit opozite për kara morali. Njerëzit janë të zemëruar me njëri tjetrin. Edhe më vjen keq sepse në një moment kur gjërat janë kaq mirë për ne në thojza, sepse janë shumë keq te ana tjetër, si mund bëjmë ne që ta energjizojmë prap partinë, që nuk di si ta formuloj mirë, po ta mbledhim më shumë partinë, t'i japim shpresë, ta kuptojmë që realisht tani është momenti më shumë se kurrë që mos mbim prej propagandës që vazhdo e mundohet na ndaj, për të rrim gjithë bashkë edhe të reenergjizojmë partinë. Faleminderit. Po. Po, marrin dhe 2 pyetje dhe fundit. Doktor, përshëndetje. Mario Runa, bes përshëndetje. Të rinjë të reja përshëndetje. Si quhet njërë? Mario Runa. Dhe unë i qëndroj me Dimi të Glakut, që qa du diskutua brenda shtëpisë, duhet ngelet brenda shtëpisë. Para. Edhe përgëzoj dhe shoqëriun që i bashkohet këtij mendimi. E dyta që do ta largojmë Ramën brenda aktiviti, kjo është e pa diskutuar. Dhe sa pyetja për ju është, si do duke Shqipëria për të rinjt 10 vitet e ardhshme në vizionin tuaj, dhe cilat do të ishin këto hapat e parë? Faleminderit. Përshëndetje Doktor Berisha, përshëndetje gjithë rinjve që kanë mbusur sallën sot, që në fakt janë po këto të rinj që e mbusin sallën, në çdo protest kanë mbusur rrugën e shpresës dhe vazhdojnë akoma dhe sot në foltoren parlamentare. Doktor, unë jam Krisela Prendi, jam studente mjekësie dhe po prisja që dikush nga të rinjt këtu, duke qenë se janë shumica për këtyre student, të fliste për paktin e universitetit. Unë isha gjimnaziste kur ju bashkova protestave të studentëve në 2018 dhe sot jam në vitin e fundit mjekësisë, pra jam po mbyll vitin e 6 dhe akoma pikat e paktit të universitetit që u premtuan nga qeveria nuk janë zbatuar. Prandaj unë personalisht mendoj që Edi Rama nuk e zgjat dhe nuk e përfundon këtë mandat, prandaj do doja një premtim nga ju se çfarë do ndodh me studentët dhe a do zbatohen nga qeveria juaj kur ne të vim pushtet pikat e paktit të universitetit. Kjo ishte pyetja e parë, ndërkohë që pyetja e dytë, doktor, është për të rinjt. Unë tani e përfundoj një cikël 6 vjeçar studimesh, dhe dihet edhe për studentat e mjekësisë, Edi Rama ka thënë që pa firmosur kontratën ka penalizime, ndërkohë që unë personalisht nuk e kam firmosur kontratën dhe nuk dua ta firmos kontratën sepse mua nuk mund të më deturoj askush të firmos një kontratë pa bazë ligjore, pa bazë morale dhe totalisht antikushtetuese. Doktor, ti e the shumë bukur. U shprehet se të rinjt e kanë humbur shpresën për ta ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri, për të krijuar familjet e tyre në Shqipëri. Unë personalisht, pavarësisht gjithë këtyre viteve, duke filluar që nga çadra e lirisë në një moshë shumë të vogël, duke ardhur familjarisht në çdo protestë pa përjashtim, tek rruga e shpresës, tani tek foltorja parlamentare shqiptare, unë nuk e kam humbur shpresën. Unë vazhdoj të luftoj dhe të vazhdoj të qëndroj njësoj siç kanë qëndruar të parët e mi që vijnë nga një familje përsekutuar. Dhe pyetja për ju është si do ja dalim ne që të nxisim shpresën tek të rinjt dhe t'i ndihmojmë ata të vendosin për ta ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri dhe jo për t'u larguar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për pyetjen. Julia, edhe e përfundoj. Përshëndetje të gjithëve, është nder dhe privilegj për mua të flas përpara jush sot. Përshëndetje profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit nga unë, nga çdo i ri dhe e re sot, nga çdo shqiptar, nga toka shqiptare, sepse ju jeni lideri që vazhdoni të mbani gjallë gjakun shqiptar. Ju po shkruani historinë e guximit dhe nderit, jeni burim frymëzimi, pikërisht sepse po na mësoni se të mos dorëzohesh është akt dashurie ndaj vendit. Përshëndetje motra dhe vëllezër demokratë dhe demokrate, dua të duartrokras për ju dhe secili nga ne sot të duartrokas për veten dhe shokun, sepse ja kemi dalë. Të gjithë sot këtu jemi fitimtar. Ne jemi patriotët për të cilët kjo tokë ndihet krenare, për hapat që hedhim, për rrugën që ndjekim.
Kjo është e vetmja rrugë që do të na bëjë ne heronjtë e Shqipërisë, heronjtë e shtëpisë sonë dhe të prindërve tanë. Ne që kombin dhe familjen e kemi të shenjtë, ne që Zoti na ka bekuar me forcën e durimtarit dhe guximtarit, ne që jemi në rrugën e drejtë, kjo është sot Partia Demokratike, e themeluar në 11 dhjetor 1990 dhe e rithemeluar në 11 dhjetor 2021 nga profesor doktor Sali Berisha. Nga ky moment dua që të gjithë së bashku këtu të kemi fokusin të fitoria që na pret, të jemi entuziast, të fillojmë të ndërrojmë për ëndrat që do të bëhen realitet për shpërblimin e qëndresës. Dhe më besoni që ne të rinj demokrat jemi shtresa më vitale, sepse jemi ata që nuk e shitëm nderin dhe dinjitetin. Edhe pse na kërcënuan me ëndrat tona, të ardhmen ton, na kërcënonin çdo ditë me kushtet e vështira, na kërcënonin çdo ditë se do të na ndanin nga prindrit dhe do të na çonin në rrugët e Europës. Ne rezistuam sepse luftuam me forcën e të madhit Zot dhe forcën e njëri tjetrit. Ne treguam që mund t'ja dalësh edhe nëse je njeri i ndershëm. Ne rezistuam të vidhnim dhe të tradhtonim njëri tjetrin, ne rezistuam të shpalleshim tradhtar. Ama ne do t'jemi të vetmit si shembull suksesi që historia do të na kujtojë si ata që nuk e humbën ndjenjën e drejtësisë. Kjo është forca jon, ky është dinjiteti jon. Sepse e dim që kriza që po përjetojmë nuk është dështimi ynë personal, është dështimi një sistemi që trëmbet nga mendja e lirë, zëri kritik dhe energjia jon krijuese. Kjo varfëri nuk është fa ynë, është fa i kësaj politike të cilën ne e kemi mundur. Siç e shihni, çdo sakrificë po i përket së shkuarës, sepse e vërteta është që kjo qeveri me në krye një frikacak nuk ja doli dot përballë trimave patriot dhe guximtar demokrat. Miqtë mi, unë ja kam harruar emrin ish kryeministrit autokrat që shpopulloi Shqipërinë, atij që historia do ta gjykoj për tradhti kombëtare. Edhe nëse më vjen në mendje emri i tij, refuzoj ta përmend sepse kam një përgjegjësi përpara jush. Nuk mund të flas përballë shqiponjave për sorra. Prandaj le të ngrihemi si shqiponja në majën më të lartë, sepse ringritjet tona me mundësitë e radhës kanë qenë dhuratë e Zotit për të na forcuar. Duhet të jemi mirënjohës për çdo sprov, sepse merrni frymë thellë dhe ndiheni sa të fortë jemi. Në çdo ringritje me mundësitë e radhës është i fshehur maksimumi, të cilin ne nuk e përcaktojmë dot, sepse qielli është limiti dhe fluturojnë vetëm ata që kanë guxim të fluturojnë dhe jemi ne. Mendoj dhe jam e sigurt që ja kemi dalë. Unë sot zgjodha të mos përmend të keqen. Ka qenë e vështirë për ne, për çdo demokrat, sakrificat t'ja dim njëri tjetrit, jo vetëm vetes, të përqafojmë demokratët tanë, të punojmë bashkë me entuziazëm, sepse fitoria këtë po pret, të na shohë të buzëqeshur, të motivuar, të jemi krenar për këtë rrugtim, që po të mos kishte qenë kaq i vështirë, nuk do të kishim qenë kaq të fortë sot. Unë e dua Xhulian që është sot, fal këtij rrugtimi dhe ju dua shumë edhe ju, sepse fakti që jemi këtu tregon se jemi të ngjashëm. Na bashkojnë shumë më shumë gjëra se sa na ndajnë, na bashkojnë vlerat dhe ne jemi aleancë vlerash. Siç ka thënë dhe doktor Berisha në ditën e lindjes, jam në pranverë. Doktor, Partia Demokratike bashkë me ju është në pranverë. Ne jemi në pranverë dhe në pranverë me doktor Berishën kryeministër të gjithë fitimtar. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit, po. Mund të përgjigjeni. Ju falenderoj shumë për pyetjet, për ndërhyrjet. Pyetje interesante më keni bërë tani. Çfarë do të bëja unë? Nuk ka të krahasuar rinia ju i sot me rinin tim në atë kohë. Unë të them ju një gjë të tregoj. Në Shqipëri nuk isha i lirë, por unë isha nga ata njerëz që udhtoja për paraqisja studimet e mia. Edhe atje ku shkoja nuk ndjehesha i lirë. Isha adikt për këtë vend. Mezi prisja të kthehem në Shqipëri. Ky ishte një raport nofta jo i nevojshëm. Po megjithatë, sot çdo i ri para se të largohet duhet të mendoj çfarë lën këtu. Si e lën këtë vend. Duhet mendoj si mund të jap një kontribut për të nxjerrë këtë vend nga kthetrat e këtij regjimi. Kushti i të gjitha kushteve. Ju jeni tri.
kjo parti ka një histori të saj. Ka një histori të përmbysjeve epokale të ndarjes sistemeve. Ka një histori të gabimeve të saj, po ka dhe një histori të transformimeve të jashtëzakonshme të vendit. Pse e them këte? E them këte se kjo është garanci. Kjo trashëgimi është një hipoteke madhe e asaj që kjo parti mund të bëjë me programin e saj. Ju shtrudh të pyetjen çfarë do bëhet me paktin e studentëve. Absolutisht do zbatohet pik për pik dhe shumë më tepër. Ajo lëvizje e pak vite më parë ishte një lëvizje mrekullueshme, por për fat të keq, nuk kam bërë analizën e saj të plot, për fat të keq, ajo përfundoi në mashtrimet e Edi Ramës. Edi Rama e mashtroi atë. Mashtroi studentët. Kjo është e vërteta. Ajo që lëvizje e mrekullueshme. Ajo që lëvizje e cila në qoftë se nuk do të mashtroj nga Edi Rama, ajo e përmbyste Edi Rama. E shpëton të Shqipërinë ato. Ja u them unë ju. Por distanca që u krijuë, gabimi i madh dhe i opozicës, e cila u kompleksue nga fakti se ne nuk dom parti, me fjalë, unë e kam ndjek atë, dhe pra, pakti ishte i drejtë dhe unë i qëndroj plotësisht atij pakti. Alfa e çdo përpjekje ton për të rit kërkon rrëzimin e Edi Ramës. Ne duhet bëjmë gjithçka për rrëzimin e tij. Dhe në qoftë se ne vendosim të angazhohemi një lëvizje të fuqishme, të pandalshme, në mënyrë absolute, ky i ka kohrat e numëruara. Përndryshe, ju garantoj që ky rrin në pushtet edhe 12 vite tjera. Ne nuk duhet të presim kur këte të shkojmë në zgjedhje me te. Nuk ka zgjedhje me te. Ne faktuam që me te nuk ka zgjedhje. Nuk duhet jemi ne njerëzit që mashtrohemi. Jo, ne duhet jemi njerëzit që qëndrojmë për të vërteta, nuk mposhtemi. Dhe thirrja ime është kjo, për secilin për jush, të bashkojmë sa më shumë tri rreth vetes. Shoqe dhe shok tuaj. Nuk ka asgjë më të fuqishme. Një lëvizje rinore, një lëvizje e trive, është fuqi nukleare kundër një regjimi. Në themeni, po absolutisht. Dhe ka provuar rinia, e kanë provuar studentët shqiptarë këte. E kanë provuar njëherë, dhe mund të aprovojnë përsëri, dhe unë kam besim që duhet të aprovojnë përsëri. Shiko si e përmbysen, si e klaposen gjimnazistët për armët kimike. Ju të rritë nuk janë të vetëdijshëm se të fuqit madhe kanë. Ndaj dhe duhet të angazhohemi në një mision. Më pyesni ju mua, çfarë më motivon? Më shumë se çdo gjë tjetër përmbysja e kësaj diktature. Po, s'mund ndalet njeriu pa luftuar të keqen përballë. Nuk do të ndalet. Sepse s'ka të keqe më të madhe se kjo që na ka rënë. E quan një analist i madh gjerman, është i madh në gjithë tokën gjermane, Michael Martens, Pashiqi, kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit, sepse po e devaston, po e shkreton vendin. Ndaj edhe ky koha t'i përvishemi këtij. T'i përvishemi, kemi çdo të drejtë në vete. Guximi ynë duhet ta nxjerrë këtë nga pushteti
një ditë më parë. Alternativa e Partisë Demokratike pas fitores është alternativa e ëndrës së trive shqiptarë. Çdo i ri ka një ëndër, dhe ëndra është projekti i jetës tij. Dhe nëse ne i krijojmë atij mundësitë e shkollimit dijitoz, të punësimit dijitoz, të jetës dijitoze në vendin e vet, ai nuk kërkon të ndonjë vend tjetër për ndërtu ëndrën, po e ndërton ëndrën e tij në Shqipëri. Pra, nëse ne japim atij mundësi të blej shtëpinë me kredi, nëse japim mundësi të ndërtoj biznesin, pra, në rast se ne shtrohemi në shoqërinë, në mjedisin e mundësive e realizimit të potencialeve të trive, trit nuk kanë nevojë për asgjë tjetër nga shteti dhe nga askush tjetër, se i kanë të gjitha, projektet i kanë në kokë, energjit i kanë, forcën e kanë çdo gjë. Pra, ne këtë do bëjmë. E kemi bërë. Thash dhe njerë, ishim me 12 student për 1000 banor, 52 student për 1000 banor. Shqipëria rritet çdo vit, të rritë punësoheshin, të rritë shkolloheshin, me qindra nga të rritë që maronin universitetet me notat mira, aplikonin për universitetet me të mirat botës dhe paguan të shtetit. Bursat e ekselencës, janë një realitet. Krahas Brengenit dhe kishim bursat e ekselencës, që i dërgonim në 4 anë të botës, në universitetet më të kushtueshme, dhe prap do t'i vendosim ato. Në 2, krahas kësaj, sigurisht që ne do të angazhohemi në një politikë transformuese demografike. Nuk kemi të ardhme ne në qoftë se ecim me këto ritme lidhshmërie. Jo, ne ecim drejt zhdukjes. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka për politikën e fëmijës 3-4, duke përballuar shteti të gjitha shpenzimet në mënyrë që kombi të marrë një kthes që është vendimtare për fatin e tij. Por sot për sot, fati i Shqipërisë përcaktohet në rrugë dhe sheshet e Tiranës, përcaktohet nga tritë shqiptar, përcaktohet nga gjenerata juaj, ndaj dhe uftoj të vazhdojmë të betejë gjerë fitoren të faleminderit. Shumë faleminderit, e shihemi nesër në protest. Dhe jam i hapur dhe do gjej kohë për çdo lloj takimi konfidencial dhe si ta dëshironi ju.